Nxënësit e fshatit Kallmet të Lezhës janë akomoduar këtë vit të ri shkollor në ambiente të reja, të cilat janë rikonstruktuar fal bashkëpunimit të komunës me deputetin e zonës Aldo Bumçi. Gjendja e rënduar që kishte shkolla e mesme e bashkuar në Kallmet të Lezhës ka nxitur drejtuesit lokal dhe ata qendror të bashkëpunojnë për të arritur në qëllimin final, një shkollë me standarde dhe kushte tepër optimale. Duke vlerësuar rëndësinë që ka arsimi, drejtues të shkollës janë shprehur se realizimi i kushteve për ambiente të përshtatshme është nxitja për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Kemi gëzimin që e përbashkët të inaugurojmë rekonstruksionin e godinës së shkollës së mesme të bashkuar Frank Bardhi. E ndjejmë veten të gëzuar se këtë vit shkollor e filloi me një shkollë plotësisht të rikonstruktuar, çka na e bën më të favorshme punën tonë për arritjen e rezultateve edhe më të larta në gjithë procesin mësimor dhe edukativ. Për këtë një falënderim i veçantë i drejtohet pushtetit qendror dhe atij lokal, të cilët bën të mundur këtë rekonstruksion. Shkolla, si vendi ku bëjnë pjesë qytetarët më të rinj të komunitetit, ka shumë influencë në formimin e pikpamjeve të fëmijëve për botën që i rrethon ata, për shpresat dhe aspiratat e tyre. Rezultatet në shkollën tonë kanë ardhur gjithnjë në rritje. Një gjë të tillë dëshmon fakti që nxënësit tanë tashmë e dinë se një nga kushtet kryesore për një jetë më të mirë është arsimimi. Kemi kënaqësinë të themi se 12 nxënës, maturant që mbaruan vitin që lan pas, kanë fituar të drejtën për të vazhduar studimet e larta në fakultete mjaft të preferuara në universitete të ndryshme të vendit. Ndaj ju ftoj që edhe këtë vit që po fillojmë të punojmë të gjithë së bashku për një rritje të mëtejshme të rezultateve. Ju bëj thirrje ju nxënës, ta fillojmë këtë vit shkollor me bindjen se shkolla s'është vend për të kaluar kohën, por është një pasuri mendore. Ju e ndjej të nevojshme për t'ju thirrur edhe ju prindër. Na ndihmoni të krijojmë një kontingjent nxënësish që din të vlerësojnë, që din të shfrytëzojnë atë çka ju ofrohet. Fjala juaj ka shumë peshë. Ju bëj thirrje ju mësues, që nëpërmjet angazhimit tuaj profesional, të dedikoheni atyre që janë besuar pranë nxënësve. Bëni këtë me devotshmëri, me përgjegjësi morale, sepse do shpërbleheni me respektin e gjithë shoqërisë. Të dashur nxënës dhe prindër, ju garantojmë se drejtoria e shkollës, i gjithë kolektivi mësuesve, kanë marrë masat e duhura që këtë vit shkollor të arrijnë rezultate akoma më të larta, sepse këtë vit kemi përcaktuar objektiva akoma më ambicioze për rritjen e cilësisë së mësimit dhe edukimit. Ne sot jemi mbledhur për të festuar shkollën e re pothuajse të rindërtuar. Prandaj nga ana ime, edhe një herë faleminderit. Kryetari i komunës Kallmet Petrit Marku dhe deputeti i zonës Aldo Bumçi janë shprehur në fjalën e tyre se investimet për arsimin janë investimet më të rëndësishme, pasi e ardhmja e çdo fëmie është pikërisht arsimi i tij. Të nderuar mësues, të ftuar, në emër të komunës Kallmet, si dhe nga pozicioni i kryetarit të komunës, deklaroj përfundimin e punimeve në rekonstruksionin e shkollës së mesme të bashkuar Kallmet. Të dashur nxënës, unë dua që në emrin tuaj të falenderoj të gjithë ato që kontribuan në realizimin e këtij objekti. Drejtorinë arsimore rajonale Lezhë, prefekturën dhe këshillin e qarkut Lezhë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës si financuesja kryesore e këtij objekti, si dhe falënderim më të veçantë për deputetin e zonës zotin Aldo Bumçi për mbështetjen që ka dhënë këtij projekti. Ndërtimi apo rekonstruksioni i shkollave ka qenë një nga prioritetet kryesore të pushtetit lokal si dhe qeverisë shqiptare. Sot në Kallmet ndodhemi përpara një fakti të kryer, një shkollë tërësisht e rekonstruktuar, një pamje tërësisht tjetër. Por të dashur nxënës, e kam theksuar edhe vjet dhe po e them nga si nxënës i kësaj shkolle ose si biri juaj, që riparimi i shkollës është vetëm një ranë. Elementi më rëndësishëm jeni ju, rritja dhe përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies, rritja dhe përmirësimi i punës tuaj. Unë dua të jap një falënderim shumë të veçantë për maturën e vitit që kaloi, pasi 12 nxënës nga shkolla jonë fituan studimet universitare në deg shumë të rëndësishme. Mendoj që me punën tuaj
me punën e stafit mësimor, drejtorisë shkollës, me mbështetjen absolute të pushtetit lokal dhe drejtorisë arsimore dhe regionale Lezhës, ky vit do të jetë më i mirë dhe një nivele të tjera. Edhe një herë, në emrin e Komunës Kallmet, juroj egzofshi këtë ambient shkollor, si dhe duke u bërë një thirrje për shkolla është një nga investimet më të rëndësishme. Nuk është puna te fondi, se ka pas investime nga ana financiare më të mëdha, po si investim mendoj që shkolla për herë investimet në arsim ngelen investimet më të rëndësishme në komunitet. Një shkollë e rënuar nuk rezulton mirë as për nxënësit, as për njerëzit që jetojnë në atë vend. Mendoj që rikonstruksioni është vetëm ana e jashtme, por siç e tha dhe drejtori i arsimit, në këto 3 vite ne kemi bërë shumë për me ndryshu situatën në arsim. Po shkojmë pothuajse me buxhetin e vitit tjetër shkojmë në dyfishimin e buxhetit të arsimit. Pra vitin 2005 e gjetëm rreth 2.4-2.5%, shkojmë në vitin tjetër rreth dyfishimit, me dyfishimin e rrogave mësuesve, i kemi rrit deri 75% deri më sot. Shkolla nuk është vetëm kjo godin me mure me tulla, po kryesisht shkolla është kolektivi mësuesve, se janë këto që ju mësojnë, dhe po mos ketë një kolektiv motivuar, mendoj që edhe mësimi do të çalojë. Kështu që nga kjo anë jemi munduar që të rrisim motivimin e mësuesve duke i shpërblyur me pagën. Kemi furnizuar gjithë shkollat e mesme Shqipërisë me laborator kompjuterësh, tani po vazhdon faza e dytë me shkollat nënvjeçare, edhe gradualisht do fillojë edhe mbështetja me internet, që nuk është e lehtë kudo për shkak edhe të vështirësive teknike, por do fillojë në qytetet kryesore dhe gradualisht dhe mbështetja me internet. Mendoj që kjo është vetëm fillimi, sepse arsimi ka nevojë për investime të tjera, arsimi fillor, i lartë, por ky është investimi më i mirë që i bëhet një komuniteti. Dëshiroj të them, siç e thashë edhe në Troshan kur ishim para 10 ditësh, nuk ka rëndësi nga çfarë familjesh vini, të pasura apo jo, investimi më i rëndësishëm në jetën tuaj është kjo këtu, është shkolla. Ajo është që do ju hapi gjithë rrugët e jetës, sa do vazhdoni me jetun Kallmet, në Lezhë, në Tiranë apo kudo tjetër, sepse bota ka rrugët e hapura. Ky do jetë investimi më i rëndësishëm jetës suaj, do jetë certifikata që do ju hapi gjithë dyert. Në ceremoninë e inaugurimit të rikonstruksionit të shkollës së mesme të bashkuar në Kallmet të Lezhës, kanë marrë pjesë drejtues të pushtetit vendor në qarkun e Lezhës, drejtori i arsimit, si dhe mjaft intelektual dhe prindër të këtyre nxënësve. Vlerësimi ndaj arsimit ka qenë kryefjala e këtyre drejtuesve, të cilët kanë kërkuar edhe bashkëpunimin e vetë nxënësve për të rritur sa më shumë nivelin edukativ dhe arsimor të gjithë qarkut të Lezhës. Rikonstruksioni i shkollës vërteton edhe një herë se qeveria demokratike vazhdon të marrë angazhimin e saj për ta parë arsimin si prioritet të prioriteteve. Që do të thotë se shkolla ka kushte shumë më të mira se sa ka pas përpara. Dhe jam i bindur që kushtet më të mira do të shfrytëzohen mjaft edhe kolegët e mi mësues, edhe drejtoria e shkollës, edhe nxënësit, edhe komuniteti në dobi të rritjes së nivelit të mësimdhënies dhe të mësimdhënies. Me këtë rast, unë dua të përshëndes firmën ndërtuese për rekonstruksionin e shkollës dhe në tërësi për punën me cilësi që e ka bërë, dhe një përshëndetje të veçantë për kryetarin e komunës, për komunën tërësi, për zotin Petrit, i cili gjatë gjithë periudhës ka pas një angazhim prej një mësuesi dhe prej një nxënësi shumë të mirë që ka dalë nga kjo shkollë. Dhe unë që kam pas fatin ta kem dikur nxënës. Dijeni se për arritjen e objektivave që shkolla ju i ka vënë vetes dhe që drejtoria e shkollës është shumë angazhuar, do të keni edhe mbështetjen e gjithë specialistëve dhe drejtorisë arsimore rajonale në tërësi dhe në një drejtim të veçantë. E para, matura shtetërore në vitin shkollor 2008-2009 do t'i forcojë treguesi e saj në Kallmet dhe Kallmeti do të vazhdojë të jetë në shkollat pararoj. Të nderuar koleg, mësuesa, të nderuar pjesëmarrës, unë ju përshëndes gjithëve në emër të institucionit prefektit dhe në emër tim personal. Është kënaqësi e veçantë të nder që marr pjesë në inaugurimin e programimin e ndërtimit të rikonstruksionit të shkollës mesme Frank Bardhi. Është kënaqësi e veçantë për arsye se jam pjesë e arsimit unë vetë,
personalisht është rëndësi veçantë sepse shoh tek komuniteti juaj një interesim që ka bazë suksesin historik dhe kjo bazë është optimizëm për të ardhmen tuaj, për të ardhmen sezone, një zonë me tradita të hershme, historike, arsimore dhe arsimdashëse që keni ka treguar gjatë gjithë kohës. Unë nuk do të zgjatem për arsye se paraforcit u shprehen një person atyne, shprehen vlerësimin e tyre, por unë kam bindje plot se kolektivi i shkollës, mësuesit dhe nxënësit dhe prindërit, së bashku me stafin drejtues do të kenë një vit akoma suksesshëm dhe unë uroj ta gëzoni shkollën dhe suksese. Nderuar edhe koleg, duhet të falenderoj gjithë pjesëmarrësit që na nderuan sot në ditën e inaugurimit të shkollës sonë Kajsisht e Re dhe të premtojmë që kolektivi i jonë mësues nxënës do të rrisë nivelin cilësor dhe këtë mirësi pushtetit qendror do ta kurorëzojmë duke ngritur sa më shumë cilësinë e përvetësimin e dijes. Shkolla e mesme e bashkuar Frank Bardhi në Kallmet të Lezhës numëron një numër të madh nxënësish dhe investimi ndërmarr nga ana e komunës ka dhënë rezultate, duke bërë që këta fëmijë ta ndjejnë veten më të përkrahur në arsimin e tyre.